Si bëhet testi Abnis, se ndoshta ka edhe njerë që thonë nuk e di se s'flej me s'kam partner, s'flej me dikë që më dallon dhe të vita bëj një test. Në fakt është shumë e lehtë. Është test jo invaziv, nuk kem nevojë as një gjilpan me dhanë. Pa dhimbje. Vetëm si është pak i gjatë, është një formë e holterit. Çka i bie që ne duhet ta studiojmë gjumin. Duhet ja vendosim një aparat shumë i lehtë që mbahet, mbrëmje edhe në mëngjes me largu. Pastaj e shohim aja është një aparat që vendoset në formë rripi në gjaks, edhe vendoset si pulsoksimetër në gisht, edhe një gyp i oksigjenit në hunë shumë i hollë që me pa rrjedhjen e hundës. Me këtu trepaisin a i thojmë poligraf. Njën atë poligrafin që e bëjnë të ata me pa për thotë vërtetën ajo. Pra me këto e masim pulsin, e masim frymarrjen, masim pastaj edhe oksigjenin në gjak, po masim edhe pozitën me poligraf të ri, masim edhe sa përqind e gjumit ka bën në shpinë, sa edhe plus na pastaj lidhim nëse to ndërprerje ka pas në pozitë shtrirë, në shpinë apo në krah. Krah të majt apo në krah djathtë. Kështu që me këtë aparaturë është e vendosim mbrëmje edhe e lajmë gjatë gjithë natës me flajt, mëngjes shkojmë ja marrim. Mund të bëjmë në shtëpi, në shumicën e rasteve bëjmë në shtëpi. I hipet pajisja me vete. A din ta vendos vetë pacientet, nuk është ndaj filozofi? Shpesh edhe ja vendosim vetë, po nga njerë dhe mjaftojmë vetë si të regojmë këtu. E vendosim këtu, kime vendosë dhe kime pre këtë buton, edhe të nesërmën e hjek edhe e lënë që aty vime marëm. Ashtë shumë e letë edhe pastaj na e kemi programin e kompjuterik, cili na të regon saksisht sa herë ka ra, sa ka ra oksigjeni gjatë natës, sa ka qenë minimumi, sa kohë gjatë të gjumit ka najtë oksigjeni në 90, që është një parametër tjetër, sa ndërprerje gjatë gjithë natës ka pas, për orë edhe gjatë gjithë gjumit, pulsi sa nalt ka shku gjatë, sa për... Marë informatat tepër të mëdhaja. është me një test shumë i thjeshtë. Tashti sfundi kemi fillu me ba këtë test edhe në Kosovë, kanë qenë edhe disa iniciativa, normalisht mjekësia private, gjithmonë është ma inovative, po tashti sfundi kemi fillu me ba edhe në spital, po edhe në spital edhe në klinikën pulmologjisë, kemi fillu me ba, qka që 3 muaj, sepse ka plot njerëz që nuk kanë mundësi me ba privat, edhe pse është test shumë i lehtë, po për çështje ekonomike ata vetëm duhet me ardhë në spital me flajt. Mjafton një natë me ardhë me flajt.